Mirëmbrëma dashur teleshikues, mirë se vini sërish në emisionin Qëndrim nga unë Tedi Mene këtu në Albanian Community TV. Sonde do të kem një shqiptar të Ohajos, në këtë mënyrë ne do të zgjerojmë edhe ato komunikimet tona, pra jo vetëm lidhje mes Mërgatës dhe Adheut, por dhe lidhje mes komuniteteve të ndryshme shqiptare në Mërgatë ose më specifikisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të kem zotin Beqir Caushaj, një biznesmen shqiptar në Ohajo, ku me të do të ndajmë disa tema tepër interesante për ecuritë e komuniteteve tona në Mërgat, por dhe se si këto ecuri mund të lidhen ose sa potencial këto ecuri kanë për të ndihmuar shtetet tona am, qoftë Shqipërinë, por edhe Kosovën. Do të flasim për problematikat e ndryshme të brendshme që ne kemi dhe si ne mund të kalojmë këto problematika për të mirën e Adheut ton. Për ta nisur, do doja që zoti Beqir të bënte një prezantim të shkurtër për gjithë ju që po na ndiqni, në mënyrë që ju ta dini dhe një historik të shkurtër të jetës së tij dhe një histori shumë interesante se si ai ka ardhur nga Shqipëria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E falenderoj që ka pranuar ftesën dhe që është me mua këtu online në këtë intervistë. Faleminderit për ftesën, jam shumë i kënaqur që ndodhem përpara jush dhe përpara gjithë komunitetit shqiptar, gjithë arenën ku radio televizioni juaj ndëgjohet dhe është një radio televizion i vlerësuar nga ne shqiptarët, nëpërmjet të cilit marrim lajme të ndryshme dhe komunikojmë edhe me njëri tjetrin. Aq më tepër që midis Detroitit edhe Ohajos është krijuar tani, si të thuash, një urë bashkuese ku ne vemi dhe vim me njëri tjetrin për çdo lloj problemi dhe ngjarjeve të ndryshme që kemi në jetën tonë, sidomos për të festuar festat bashkarisht, për të marrë pjesë në gëzime dhe në hidhërime të komuniteteve tona, edhe njëkohësisht edhe për ndërtimin e bizneseve në forma të ndryshme që secili nga ne i ka krijuar nëpërmjet lidhjeve që kemi ne shqiptarët ndërmjet njëri tjetrit. Është për të cilësuar se në komunitetet tona, këtu në Amerikë, neve jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe komunikojmë dhe mundohemi që të gjendemi pranë njëri tjetrit, dhe ftesa juaj sot për mua ishte një gëzim, sidomos edhe unë ta bëj dhe me dije teleshikuesin shqiptar, unë kam edhe datëlindjen sot, edhe më bëj një gëzim edhe më i madh që po jap edhe këtë intervistë me ditën e datëlindjes time. Pak a shumë për sa i përket personit tim, unë kam dhënë dhe disa intervista të tjera dhe shumë njerëz që mua më njohin personalisht kanë dieni për sa i përket jetës time, por për ata që nuk më njohin ose nuk kanë patur rast të më dëgjojnë kur kam dhënë intervista në për televizione të ndryshme, te programi për shembull që kam një mesazh për ju të Ardit Gjebres, tek një program në Top Channel që është ekskluzive, aty kam dhënë intervista, edhe nëpërmjet Facebookut dhe këtyre mediave sociale që kemi, pak a shumë me kam prezantuar edhe ti. Shkurtimisht, unë vi nga një familje, një familje nacionalistash, të cilët gjatë sistemit komunist u persekutuan jashtë mase, si shumë familje tjera në Shqipëri. Mirë po dëshira për të patur lirinë dhe për të qenë i lirë në jetën time ka qenë që kur unë kam qenë fëmijë dhe gjithmonë mendoja për tu aratisur nga Shqipëria, mbasi në sistemin komunist neve nuk na njihej asnjë drejt. Këto gjëra janë të ditura dhe unë në moshën 31 vjeçare mora rrugën për tu aratisur në Saranda, duke u hedhur në det për të dalë në Korfuz. Aty fatkeqësisht na kapën, isha bashkë me shokun tim, na dënuan, na futën në burgun e Qafësbarit. Mbas 2 vjetëve nga burgu i Qafësbarit unë jam aratisur, më kapën prap të ngrirë nga bora në mal, më çuan në burgun e Burelit, më dënuan përsëri. Nga burgu Burelit hyri demokracia ose pseudo-demokraci mund ta quaj unë sot, dhe u lirova në marsën 91. Mbasi u lirova nga burgu, duke parë që sistemi dhe demokracia në Shqipëri nuk po ndryshonte dhe nuk ishte ardhur, por aty po transferohej nga Partia e Punës komuniste në Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste që vetëm u ndryshuan emrat, ndërsa personat ishin po të njëjtit ata që ishin në sistemin komunist, po ata njerëz që kishin bërë krime edhe kishin zbatuar me pikmëri idealet komuniste, arritën të merrin Shqipërinë në dorë dhe ta çonin Shqipërinë në këtë grad ku është sot edhe mbas 35 vjetëve, për të cilën duhen shumë orë për të folur, po nuk do zgjatem në këtë temë. Dhe duke parë këto gjëra, u vendosa ta aratisesha nga Shqipëria.
edhe ika në Greqi. Nga Greqia, fatmirësisht, gjeta një vapor që vinte për në Amerikë, nëpërmjet një marinari aty, ja futur në vapor dhe mbas 21 ditëve ja hedhur në mes të New Yorkut me not në lumin Hudson River, ndërmjet Verrazano Bridge-it dhe Statujës Lirisë. Për shumë shqiptarë që jetojnë në Amerikë dinë eksakt se ku është ky pozicion dhe kanë dalë me not në Brooklyn. Duke patur se unë kam patur njerëz në Amerikë, bles njerëzit e mi kanë qenë domethënë edhe me të njojtur në Amerikë, edhe djali Xhaxhajtin ka qenë doktor i famshëm në Amerikë, Fillor Caushaj, i cili ka kontribuar tani kohët e fundit në Shqipëri për ndërtimin e ngritjen e mjekësisë dhe për të futur Shqipërinë në organizata ndërkombëtare të doktoratës, edhe për ndërtimin e spitalit amerikan. I kam thirrur telefon familjes time dhe erdhën më morën. Mbas kësaj situate, ja paraqitur në organet përkatëse, kam kërkuar azil politik, kam bërë dokumentat, jetoj në Amerikë për 35 vjetësh. Jeta e Amerikës tani fillon nga 91 deri tani, të cilën unë e kam mbështetur në punën e ndershme, duke rritur dhe duke edukuar 2 fëmijë të shkëlqyshëm, të cilët kanë mbaruar dhe shkollat dhe janë në jetën e tyre tani, se këtu si fëmijët jo në Amerikë, po fëmijët si në gjithë vendet e botës janë si puna e zogjve. Sa janë që su kanë dalë krahët akoma, rrinë pranë nënës e babait. Kur fillojnë edhe fluturojnë vetë, atëherë largojnë, shikojnë jetën dhe kur lodhen pastaj duke fluturuar kthehen prapë në bazë edhe kërkojnë të rinë sa më afër me prindrit dhe njëkohësisht kur edhe prindrit janë lodhur nga jeta, janë plakur dhe sigurisht kanë nevojë edhe për ndihmën e fëmijëve. So, për sa i përket jetës time në Amerikë, është një kapitull i gjatë, po thuajse si shumë emigrantë të tjerë që kanë ardhur me punë dhe me sakrifica. Pra jeni e bëra këtë vetëm për të treguar që jeni një person që ka ardhur prej kohësh këtu dhe e njihni mirë komunitetin, në këtë mënyrë mund të kemi një person i cili e ka përjetuar atë eksperiencën e komunitetit jo vetëm me njohuritë e sotme, por atë eksperiencën e evolimit të komunitetit tonë shqiptar në vendet ndryshme të Amerikës ndër vite. Unë do ta nis pak bisedën tek çka kemi mësuar ne nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse duke parë se si shpesh herë e folklorizojmë çështjen kombëtare kot, duke parë se si nuk reaguam kur ishte puna e votës së diasporës, duke parë ato përçarjet që kemi krijuar, them që nuk kemi mësuar dhaj shumë nga Shtetet e Bashkuara, dhe supozohet se një popull i cili vinte nga një Shqipëri, në rastin tuaj nga një Shqipëri komuniste, mbas rastit tuaj nga një Shqipëri e cila nuk ishte komuniste, po me një sistem të shkatruar dhe edhe ata që vinë sot nga një Shqipëri e cila prap me një sistem të kapur, vinë në Amerikë mbi checks and balances, vinë në Amerikë mbi rotacionin, vinë në Amerikë mbi lirinë. Dhe si një komunitet që vinte në këtë shtet, pavarësisht vendit ku në Amerikë, sepse sigurisht kanë edhe veçoritë në bazë të shteteve brenda Amerikës, flas në parim, duhet kishim të paktën të marr pak era demokraci këtu, në mënyrë që kur vinte puna, që kishim shansin për të ndihmuar vendin ton, ta ndihmonim, por doli e kundërta. Doli që ne treguam që mbasi ne jemi larguar nga vendi ynë, ne na interesonte vetëm vazhdimësia jon këtu. Tani si e shikoni pak këtë reagimin ton për sa i përket votës, po e nis nga shqiptarët e Shqipërisë. Këtë reagimin ton për sa i përket votës së diasporës. Si e gjykoni? Në parim mirë. Do të hymë në detaje, po në fillim në përgjithësi. Për Amerikën. Kur kemi ardhur neve, sidomos unë kam ardhur vitin 91 këtu, ishte shumë pak shqiptar dhe ata që ishin moshe thyer dhe nuk kishin ide se si Shqipëria kishte kaluar për 50 vjet të sistemit komunist. Me kalimin e viteve filluan të shtohen shqiptarë nëpërmjet llotarive dhe nëpërmjet formave të tjera që kanë ardhur në Amerikë. Neve këtu në Cleveland unë kam qenë nga të parët bashkë me një grup shokësh të tjerë që kemi krijuar shoqatën e parë shqiptare, Albenin shqiptarët e Clevelandit, shoqata e shqiptarëve të Clevelandit. Është një nga që kemi regjistruar të parët ligjërisht dhe kemi mbajtur këtë shoqatë të ngritur dhe kemi bashkëpunuar me njëri tjetrin në çdo drejtim që ka qenë e mundshme të bashkëpunojmë. Por në përgjithësi po të jetë se duhet të themi që kontributi jon për sa i përket atdheut ton në Shqipëri, për sa i përket çështjes politike ka qenë shumë i dobët.
për arsye se njerëzit kanë ardhur këtu më shumë janë përkushtuar punës dhe edukimit të fëmijëve. Dhe duke qenë se neve në Shqipëri nuk jemi parë me një sy për të ndihmuar, gjithmonë kemi qenë si fëmijë jetim në Shqipëri, neve kemi qenë pak a shumë të larguar për sa i përket kontributit që të jepnim në Shqipëri. Për arsye të vetme se nëse qeveritë që kanë qenë në Shqipëri deri më sot do të kishin dëshirë që të kishin mbështetjen tonë, këtu në Amerikë ka shumë djemë dhe vajza që kanë mbaruar në mënyrë ekselence të gjitha universitetet e Amerikës, edhe shqiptarët që janë në vende të tjera të perëndimit, si në Angli, Gjermani, Itali, ku ta dijon. Dhe qeveritë shqiptare asnjëherë nuk i kanë hapur rrugën intelektualëve dhe fëmijëve shqiptar që kanë mbaruar shkolla të ndryshme dhe në mënyrë ekselente. Nëse qeveritë shqiptare do të kishin si parim meritokracinë, Shqipëria sot do ishte shumë ndryshe nga ç'është. Gjithë djemtë dhe vajzat që kanë mbaruar shkollat në Amerikë dhe në vende të tjera të botës, që drejtojnë biznese dhe janë edhe pjesë e politikës amerikane apo në vende të ndryshme, do të kishin vajtur me kënaqësi në Shqipëri dhe do të kontribuonin në vendin e tyre. Dhe këtë gjë nuk e kemi parë të mundur nga qeveritë që drejtojnë deri më sot në Shqipëri. Qoftë nga Partia Demokratike, qoftë nga Partia Socialiste, nga të cilët nuk e presim edhe aq shumë, se ata dihet që janë vetëm për veten e tyre dhe ndojnë për kombin. Por edhe nga Partia Demokratike nuk dua të them që ata kanë bërë më të mirë. Edhe ata unë i shikoj si sabotator dhe bashkëpunëtor me Partinë Socialiste në të gjitha këto të këqija që sot ka Shqipëria. Pavarësisht të gjitha këtyre gjërave, përderisa neve na u krija mundësia për të patur një të drejtë vote, ne duhet të kishim marrë pjesë më masivisht në votimet tona për të bërë një zgjedhje dhe të jepnim opinionin tonë në Shqipëri. Mirë po, duke patur populli shqiptar e ka humbur besimin te vota. Vota e çdo shqiptari nuk numërohet në Shqipëri. Dhe edhe ne që jemi këtu në Amerikë apo në vende të tjera të botës, e ndjejmë dhe e shikojmë këtë nëpërmjet zgjedhjeve që bëhen atje, për mënyrën e kodit zgjedhor që ata kanë, dhe njerëzit kanë qëndruar indiferent pa votuar, duke ditur që barabar edhe të votosh edhe mos votosh, vota jote nuk do manipulohet. Tani mund të fus diçka unë këtu? Mund të ndërpres pak? Unë këtu kam një kundërshtim. Tani që vota manipulohet, kjo është fakt. Kjo është fakt, janë kapur, janë të dokumentuara manipulimet, është dokumentuar kapja e institucioneve, kjo është fakt. Po unë kam një kundërshtim. Ne si shqiptar kemi rënë pre e një propagande. Pse? Tani unë e zëm, ja kam një letër unë. Kjo është vota ime. Do jap votën unë. Vota ime do manipulohet në rregull. Dhe unë duke menduar që kjo votë manipulohet, nuk votoj fare. Dhe në fund të ditës, del që pushteti dhe qeveria fitojnë sepse ne mendojmë që po të votojmë, vota jo nuk do vlejë dhe ne nuk votojmë fare. Pra në fund nuk na mposht manipulimi, na mposht mendja jonë. Dhe kjo është më e tmerrshme. Sepse ne mposhtemi nga overthinking që bëjmë vetë pastaj. Sepse ase nuk fitojnë ata. Gjoja ca persona që thonin nuk po i votojmë ne subjektet e reja ose personat e ndershëm se nuk do fitojnë ata. Pa ata normal që nuk fitojnë, po nuk i votuam, nuk kanë si të fitojnë. Ndërkohë manipulimi i votës, pa çka se ekziston. Nëse ne do kishim votuar 1 milion veta, do ishte ndryshe. Nëse ne do kishim votuar 1 milion veta kundër PS-s ose kundër klasës vjetër, atëherë ta shikonim sa do manipulohesh vota, se nuk manipulohen dot 1 milion vota. Pra, dhe problemi është që ne shumë gjëra ja u bëjmë vetes tonë. Unë kam bërë një analizë, kam qenë se kemi atë bashkëpunimin me Tru Podcast me Shpend Gashin dhe kam thënë një diçka. Kam bërë që po. E ndigoj shpesh herë Shpendin edhe kam respekt për atë podcastin që ka krijuar. Bashkë kemi një bashkëpunim çdo të premte dhe unë kam thënë një diçka aty që është pak e përsëritur, po e them edhe këtu me ju. Edhe për ata ndjekës që po më ndjekin sot, po nuk do më ndjekin të premten. Kam thënë që votat në bazë votat e diasporës flasë, në bazë të sasisë që kanë një përbërje. Pra nëse nga diaspora do votonin vetëm 50.000 veta, e zëm, këta 50.000 veta kush do ishin? Kush gjasa që do ishin? Këta 50.000 veta do ishin antarët e partisë, miqtë e partisë. Po të votonin 200.000 veta, atëherë do ishin antarë partish edhe ca nga ata që paguajnë remitancat. Pra studimi i përbërjes. Po të ishin 500.000, do fillonin hyrje njerëzit e pavarur.
Fatkeqësisht, përbërja që ne kemi të votave aktuale me 199.000 e kusur vota të vlefshme, është vetëm kjo përbërje e atyre që paguajnë remitancat dhe që mund të kenë miq nëpër parti. Pa nuk kemi hyrë akoma te pjesa e njerëzve totalisht pavarur. Fatkeqësisht ata njerëzit gri, të zonës gri, ndetën pa votuar. Dhe unë kur i pyes këtu, të gjithë këta që nuk votuan, thonë po të kishim votuar, s'do votonim nuk do votonim majtas, thonë. Pra po të kishim votuar. Pra është mendja jonë. Po, tani unë të jap arsye-timin tim ashtu si e shikoj. Po. Që të bëhet ndryshim edhe të ketë zgjedhje të drejta në Shqipëri duhet të ndryshohet kodi zgjedhor. Absolutisht. Edhe po të votonte emigracioni, diaspora, edhe po mos votonte, neve nuk e ndryshonim dot sistemin qeveritar në Shqipëri. Për arsye pse? Sali Berisha, bashkë me Edi Ramën, pranuan edhe bërën kodi zgjedhor me lista të mbyllura. Kjo do të thotë që Sali Berisha ka bashkëpunuar me Edi Ramën për interesin e vet. Edhe kundra kombit shqiptar. Jo vetëm në këtë rast, po edhe me rastin e shumë marrëveshjeve që ka bërë bashkë me Edi Ramën, janë kundra kombit shqiptar. Unë po të marr si shembull vetëm për kodin zgjedhor. Përdesa Sali Berisha pranoi që të bënte zgjedhje me lista të mbyllura, domethënë 40 deputet të aprovuar për Partinë Demokratike dhe 40 deputet të tjerë të aprovuar për Partinë Socialiste. Këta të tjerët nuk ka rëndësi se nga do voton. Në rast se atyre do t'i rrezikojë pushteti të dyve bashkë, ata do bënin bashkimin të dy me njëri tjetrin, duke i patur 40 të aprovuar nga listat e mbyllura dhe 40 të Partia Socialiste të aprovuar nga listat e mbyllura dhe do bëni parlamentin me 80 deputet. Kështu që çdo lloj njeriu që logjikoj që si puna ime do një pa votuar. Mbasi ne nuk ndryshonim dot asgjë. Dhe në çdo, unë e them me bindje, në çdo situatë të vështirë, nëse Partia Socialiste do të bjerë ngushtë, ajo do bashkohet me Partinë Demokratike e cila drejtohet nga Sali Berisha, të cilët nuk janë demokratë. Nëse Partia Demokratike do të donte, edhe ata që mbështesin Sali Berisha, do të duan që Shqipëria të eci përpara dhe të ketë një sistem zgjedhor të drejtë dhe nëpërmjet meritokracisë, ata duhet të rrëzojnë dhe të dalin në protestë në radhë të parë vetëm për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Nëse do të ndryshohet sistemi zgjedhor, atëherë të gjithë emigrantët që kanë ikur, që janë mbaruar shkollat e larta dhe janë ekselent në shumë fusha të ndryshme të jetës. Të gjithë diaspora, fëmijët, njerëzit që ndjejnë veten që mund të japin një farë kontributi, edhe pse mund të jenë në moshë të madhe si puna ime. Por ka vende dhe pozicione që njeriu mund të japi kontributin e vet për kombin e vet. Dhe nëse ky sistem do ndryshojë, të gjithë ta njerëzit do marrin pjesë në votime dhe në zgjedhje në Shqipëri. Dhe duke patur një garë të ndershme dhe me meritokraci, populli shqiptar nuk është budalla. Populli shqiptar është një popull që po ka majat më të larta në të gjitha shtetet e botës kudo që është dhe në të gjitha fushat e shkencës. Nuk mund të vemi shumë larg, neve kemi vajzën e Facebookut Mira Murati, që është një zheni botërore, e plus shumë të tjerë. Duke hapur rrugën partitë që janë në pushtet në Shqipëri prej 50 vjetëve, e mos e them prej 80 vjetëve, të gjithë elementët e zgjuar, të gjithë elementët me shkollë, të gjithë elementët patriot nacionalist, ata që duan Shqipërinë, do të kthehen në Shqipëri dhe do të bëhen zgjedhje të ndershme dhe të pastra dhe do fitojë më i mirë. Nëse nuk do bëhet kjo garë, Shqipëria do vej gjithmonë poshtë e më poshtë dhe kemi për të ngritur kokë, por do shikojmë në çdo ditë duke na ushitur trojet tona, duke futur njerëz edhe biznesmen të kamufluar nëpërmjet bizneseve të pista, edhe do ta marrin Shqipërinë të gjithë, siç po e marrin dhe që ne jemi dëshmitar dhe po e shikojmë ditë për ditë, duke filluar që nga veriu edhe deri në jug. Po, shiko. Po, më thuaj. Po pra, çelësi më kryesor është ndryshimi i ligjit zgjedhor. Nëse nuk bëhet atje. Dhe këtë gjë në radhë të parë duhet ta bëj Partia Demokratike. Partia Demokratike duhet të rinovojë veten e vet në radhë të parë. Nuk mund të rrijë një kryetar partie 40 vjet në pushtet. Se edhe Enver Hoxha 40 vjet ndënjë dhe e rrëzuan e toroqin militar zvar. Edhe Sali Berisha po kërkon të mbajë akoma pushtetin duke mos bërë asnjë gjë për Shqipërinë. Por të gjitha gjërat dhe veprimet që ka bërë po i bën kundra kombit shqiptar. Dhe duhet i vër mendjen, t'i vër gishtin kokës, t'i japi rrugë rinis dhe njerëzve me personalitet, me dinjitet dhe me kulturë të mjaftueshme për të drejtuar një kombë. Njëkohësisht e njëjta gjë duhet ndodhi edhe në Partinë Socialiste. Absolutisht. Ky është qëllimi. Tani ju thatë disa argument. Argumenti i parë është që kanë vënë këto entry barriers,
që ta kenë tregun për vete. Që kjo është evidente. E dyta thatë që kjo është bërë në bashkëpunim me Partinë Demokratike, jam plotësisht dakord. E treta thatë që po nuk patëm një opozitë të shëndetshme, sigurisht që nuk do të arrozojmë kur pushtetin, absolutisht dakord. Thatë që kjo del si bashkëpunim mes këtyre dyave, prap jam dakord me ju. E vetmja pikë ku unë kam skepticizëm është se ne e themi këtë dhe ju thatë nëse nuk ndryshon ky sistem, thatë këta mërgjimtarë nuk kanë si të votojnë dot, nuk kanë si të angazhohen dot, nuk kanë si të kenë dot vendimarrje, nuk kanë si të kenë dot gjithçka që çdo lloj forme të reagime që mund të bënin. Tani, nëse ne e bazojmë me mbi fjalin nëse nuk do të bjerë, ajo kur nuk ka për të rënë. Se ajo si do bjeri, se në fund ditës ne do të pranojmë pak edhe një farë faji, jo ne të dy. Ne si popull do të pranojmë që është pjesë e fajit tonë. Pra këta individ i kemi prodhuar ne. Është neglizhenca jonë, është kultura jonë. Dhe nëse e zëm sot do zbresi Zoti, do na i heqë Ramën ne, me gjithë Berishën. E zëm, zbrit do na i heqë Ramën. Nëse ne mbajmë këtë kulturë, ne do i prodhojmë prapë. Dhe qëllimi është ne të ndryshojmë këtë kulturë, që mos prodhojmë më kështu lloj njerëzish. Bien apo s'bien këta, është short term. Po, ka vlerë, short term na japi shpresë. Po ne po jemi po të njëjtët, do kemi Ramën tjetër, ne do ketë një emër tjetër ai. Edhe do kemi edhe një nga krau tjetër, një opozitë që po bën këto bashkëpunime. Dhe unë tani dua domethënë, sepse pse si mendon pak për subjektat e reja politike që hynë në garë këtë herë. Se kjo është ajo që mund ta nxjerrë pak nga këto. Po, jam shumë dakord edhe është e vërtet që fajtor për çdo gjë është populli shqiptar në përgjithësi. Nëse ne do kishim një kulturë demokratike, do të ishim ata njerëz që nuk përuleshin, edhe nuk shkonin mbas individit, kombi shqiptar duhet të ishte sot në Tiranë, cep të gjithë Shqipërisë, me dyqane të mbyllura, me aeroporte të mbyllura, me shkolla të mbyllura, me hotele të mbyllura, me të gjitha gjërat të paralizuara dhe të ishin në demonstrat, grev, demonstrat, protest, whatever mund ta quajmë, para kryeministrisë, para parlamentit, përpara gjykatës së lartë, ku ta diun. Kjo do ishte më e mira për popullin shqiptar sot. Jo vetëm sot, po shumë kohë më përpara. Po deri tani nuk e ka bërë akoma. Unë jam në mbështetje të protestave që bëhen. Unë si individ, për sa i përket kësaj fjale, kam bërë 3 veprime që justifikojnë ndërgjegjen time, se unë nuk kam më shumë në dorë. Nuk jam domethënë të kem ndonjë armat popullore nga mbrapa që të organizojë. Gjithë secili të bën të punën e tij do ja kishim dalë. Jo, me që jemi tani po e them botërisht. Unë kur jam bërë zgjedhjet që dolën partitë e reja si Agron Shehaj dhe Adriatik Llapa edhe Qori, unë vura një postim në Facebook. Edhe i thash, për vëllezërit e mi shqiptar, jemi ngopur me politikën e vjetër si PS, si PD. Është mundësia që ta abandonojnë 100% këto dy parti dhe të votojnë, ata që janë socialistë, le të votojnë Arlin Qorin, dhe ata që janë demokratë, le të votojnë ose njërin ose Agron Shehaj, ose Llapa, i cili dhe ai deklaron dhe është i djathtë. Dhe ata që kanë idealin e socialistëve të votojnë Majtas. Ata që kanë idealin e të djathtës të votojnë djathtas dhe asnjë vot mos vende as për PD-n, as për PS-n nga partitë e vjetra. Dhe kështu elektoheshin 140 deputet dhe do të ishin 2 parti të reja, të cilat do të frymëzonin edhe do të kishin me vete rinin, me kulturë dhe me integritet. Kjo është një thirrje që kam bërë botërisht. E dyta, tani që në Shqipëri ka ardhur kjo situatë dhe të gjithë pak a shumë tani po e kuptojnë që Edi Rama dhe Partia Socialiste, duke kapur të gjitha pushtetet, nuk rrëzohet vetëm me llafe dhe me duke vajtur Sali Berisha me 5 deputet, duke bërë bla 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 atje, duke hedhur zjarre dhe flagastane, fishekzare që marrin kalamajt e rrugëve për të lozur. Nuk rrëzohet ashtu. E vetmja gjë për të rrëzuar dhe që është imediate për popullin shqiptar, është për të mbështetur protesta para kryeministrisë, të cilën po e mban Adriatik Llapa të ndezur. Nuk është se unë vetë personalisht jam me Adriatik Llapën apo nuk jam, nuk ka rëndësi se me kë mund të jem unë. Unë e mbështes si ideal. Nëse gjithë populli shqiptar do të dalë atje pa parti, si njerëz civil, si njerëz të lirë, si njerëz që kërkojnë të drejtën e tyre. Shqipëria para 2 javësh u mbyt e gjitha 100% në ujë.
Kjo është një masakër që është bërë kombit shqiptar, që nuk është bërë asnjë ndërtim dhe nuk është investuar asnjë gjë për sa i përket kanalizimeve dhe çështjes bujqësisë. Nuk ka shqiptar në Shqipëri sot që nuk u përmbyt. Ashtu si rrinin si për ujë atje në shtëpitë e tyre duke pritur lëmosh nga Edi Rama për të dhënë një copë bukë, të dalin atje në protestë edhe të rrinë atje përpara kryeministrisë, derisa të detyrohet kryeministria të dorëzoj çelësat dhe të bëjnë zgjedhje të reja dhe të bëjnë çdo gjë nga para duke filluar nga zero. Një, kjo është mendimi im. E dyta, përveç kësaj thirrje domethënë që kam bërë, unë këtu në Amerikë, në Facebookun tim, e kam postuar edhe te komuniteti shqiptarëve, kam bërë një thirrje që ne si diasporë, si shqiptar, si patriot, të bashkohemi dhe të bëjmë një protest, dhe këto unë t'i dokumentoj nëse do kesh nevojë, të bëjmë një protest të dalim përpara shtëpisë Bardh ose përpara ambasadës shqiptare në Washington. Edhe kam thënë shprehmisht, unë po jap si mendim, ata njerëz që ndjejnë veten më të fortë nga ana ime si biznesmena, si patriot, si ata që kanë diçka në dorë më shumë se sa mua, ta marrin përsipër, të organizohemi dhe të dalim në protest masive përpara shtëpisë së Bardh, të vëmë në dijeni të gjithë qeverinë amerikane se çfarë ndodh konkretisht në Shqipëri sot. Në Shqipëri sot janë vjedhur me miliona dollar, të cilat SPAK-u dhe Tusia e Shqipërisë i ka deklaruar dhe i ka ekspozuar, dhe populli shqiptar nuk ngrihet në protest. Çfarë pret populli shqiptar? Për shembull për Belinda Ballukun që ekziston tani, që ka vjedhur me miliona dollar, që janë të thëna dhe të padiskutueshme të vërteta. Pret me procedura, me ato pelivan lloqet që bëjnë qeveritarët në Shqipëri, si Sali Berisha edhe Edi Rama. Edhe Sali Berisha vetë është i denoncuar në SPAK. Vetë i hapi llogari atje përpara SPAK-ut. Jo vetëm Sali Berisha dhe Edi Rama, se nuk janë vetëm këta dy që e kanë bërë Shqipërinë në këtë gjendje. Po aty është një sistem i gjithë. Aty është e gjithë kupola e Shqipërisë. Të gjithë intelektualët e Shqipërisë i mbajnë gojën mbyllur për një rrogë. Të kenë turp të gjithë ata që nuk ngrihen dhe nuk flasin. Të kenë turp të gjithë ata që i quajnë veten akademist, të kenë turp të gjithë ata që janë general edhe nuk ngrihen në protestë aty kundra të gjithë këtyre padrejtësive që janë bërë kombit shqiptar. Kombi shqiptar është vjedhur nga 100 deri te 100. Nuk ka ngelur minier, nuk ka ngelur nafta, nuk ka ngelur turizëm, por nuk ka ngelur cop tok shqiptare në Bregdet, qoftë edhe në veri tani që po fillon ai me këto paketa e diun se si i shpik çdo ditë Partia Socialiste për të zhvatur dhe për të përzën kombi shqiptar nga trojet e veta. Atëherë këtu do mrish. Këtu do mrish. Te përzënja kombit shqiptar nga trojet e veta. Kjo është mënyra. Në mënyrë që ne të shkojmë te shtëpia Bardh, siç ju that, është e nevojshme që të fillojmë njëherë të reagojmë këtu ku jemi njëherë. Pak. Pa ne në Michigan, ju në Ohio. A do doja unë që ne të shkonim direkt masivisht në shtëpitë Bardh? Po. Do doja. Por fatkeqësisht nuk është realiteti që ne po jemi dhe aq aktiv në mënyrë aq masive. Për këtë arsye kam propozuar një protestë këtu, nën flamurin shqiptar, duke e trajtuar këtë si protestë kombëtare, po jo protestë kombëtare vërmosh Konispol. Protestë kombëtare nga Nishi në Prevez. Pse? Sepse po shpopullohet Adheu ynë, po shpopullohet kryeqendra shqiptare. Dhe unë gjithmonë u them këtyre, tani dua mendimin tuaj këtu, sepse kjo është një nisëm që e kam marrë së fundmit, do më japësh pak mendimin. Unë u them këtë gjë. Në radhë parë, problemet kombëtare kërkojnë zgjidhje kombëtare. Dhe ky është një problem kombëtar. Dhe kështu ne duhet bashkohemi me krejt shqiptarët e gjithë trojeve për ta rrëzuar këtë regjim. Pse? Sepse ky regjim jo vetëm po shpopulon Shqipërinë, po ky regjim është fajtor edhe për shpopullimin e trevave. Se në fund ditës kush do ua mbrojtë të drejtat shqiptarëve në treva? Pse Greqia nxjerr kryetar bashkie në Shqipëri? Pse Kosova Serbia nxjerr kryetar bashkie në Kosovë, ndërsa ne Malsin dhe Iliridën i lëm cop-cop? Dhe a është kjo diçka që nuk ekziston? Jo, ekziston. Sot ne çamërinë nuk e kemi më. Çamëria është bosh sot. Kjo është realitet. Ilirida dhe Malsia nuk janë bosh. Po t'i lëm kështu do të boshratisen dhe ato një ditë. Dhe po boshratisat dhe vetë Shqipëria. Unë që jam i rit paktën, kur të rritem, do ta shoh me sy mos ekzistencën e Adheut tim. Është e tmerrshme. Gjithë ata që janë pak më të mëdhenj në mosh, duhet ta bëjnë këtë gjë për fëmijët e tyre. Që fëmijët e tyre mos ta shohin këtë tmerr me sy, se është e tmerrshme. Të shohin me sy mos ekzistencën e Shqipërisë.
Dhe është në interes anti-amerikan krejtësisht kjo, sepse po vin popull neutral, jo popull pro-amerikan siç jemi ne. Po destabilizohet krejt Ballkani nga kjo që po ndodh. E pra ne duhet bashkohemi në një flamur, në flamurin kombëtar, si shqiptar, për një kaos kombëtare, për një protestë kombëtare. Dhe jo, retorika, kemi problemet tona të bërshme të politikës, i kemi. Do t'i lëm pak pas. E di që na dhëmbin dhe ato, po do i lëm pak pas dhe të merremi vetëm me retorikën kombëtare. Pra gjëra të tipit si shpobullimi, gjëra të tipit si përdorimi i burimeve natyrore, që po u shit për interesa afatshkurtër, nuk kthehet më të nesërmen. Ja Rama nesër, erdhi Krishti nesër, erdhi ku dëgjon, nuk kthehen më ato. Ai që ka ikur. Do të falim me tradhtin kombëtare, si përdoren institucionet kundër popullit, si përdoret policia për shërbim të bandave. Pra ti i ke besuar armën, ai e përdor kundër teje. Ai kur bie në detyrë quhet dëshmor, po ku do të tradhton quhet tradhtar i kombit pra. Dhe e fundit, që unë do ta them vazhdimisht, është një gjë që nuk ka për të kthyer më kurrë, është koha që na kanë marrë. Koha që na kanë marrë. Koha që ne jemi këtu bashk. Pse mos flisnim ne bashk këtu për sa mirë po shkonin gjërat, flasim për këtë. Pse jemi të mërzitur? Pse lodhemi për këtë punë? Do kthehet më kjo kohë nuk kthehet më. Po të paktën brezave që vinë, t'ja u ndalojmë këtë vrasje kohë që na kanë bërë, se kjo është vrasje e krejt kombit. Nuk na i ka bërë as perandoria Osmane këtë shpobullimi që po na bëhet sot. Jemi rast unik në botë. Nuk e them unë, hyni, lexoni dokumente statistikore nga shkenca e statistikave dhe ajo përjashton vetëm vendet që kanë luftë, pandemi dhe katastrofa natyrore të ndryshme në Europë dhe përtej këtyre me luftra me gjëra të tilla jemi dhe ne, që s'kemi as luftë, as mundi, as vulkane, tornado, ne kemi vetëm qeverinë tonë shqiptare që na i bën këtë lloj gjëme. Dhe unë kam propozuar këtë protestë, cilët ne do ta mbajmë këtë muaj, po datën do ta nxjerrim ditët në vijim, këtu në Michigan. Do më lejosh fola pak gjatë, po jam i detyruar të jap sqarim për një gjë që e kam dëgjuar shpesh që më thon para kujt do protestojmë ne këtu. Dua ta sqaroj pak këtë sepse thon ne këtu nuk kemi as konsullat as gjë, para kujt do protestojmë. Njerëz dashur, ne do të protestojmë para vetes tonë në radh parë. Ne nuk i kërkojmë llogari institucioneve as qeverisë. Ajo qeveri për mua është armike sot. Armikut nuk i kërkohet llogari sot. Llogari i kërkohet vetes tënde. Gjithë secili proteston para pasqyrës në shtëpinë e vet. Po fatkeqësisht këtë gjë njerëzit nuk po e bëjnë. Ndaj ne do dalim për të ndërgjegjësuar popullin, për të protestuar në komunitetin ton, që komuniteti jon të zgjohet. Dhe mbas ky komunitet të zgjohet nga këto protesta që do të ndodhin këtë muaj, mbase dhe propozimi që zotëria dha për në Shtëpitë Bardhë do të bëhet i mundur me shqiptarë vetëm të një zone, por të Michiganit, të Ohios, të New Yorkut, të Bostonit, të Texasit, të Floridas, të Kanadas, së afër e kemi. Pse mos vinë ata, janë vëllezërit dhe motrat tanë, shqiptarë nga krejt vendet për të shpëtuar atë dheun tonë. Dhe nëse ju e lini këtë kauzë, kjo gjë nuk është në kurrizin tuaj, është në kurrizin e brezave që vinë. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe të ketë përçarje në këtë kauzë është skandaloze, sepse nuk është përgjegjësia jonë. Është përgjegjësia jonë dhe është një obligim i cili ka rrjedhur nga mijëra vjet histori, nga shumë gjak të derdhur dhe që sot po humbet e gjitha. Nuk mund ta shkelim gjakun atë parave tanë. Më thuaj për të vazhduar bisedën, do të pyes pak nëse ne do të bëjmë këtë protestën që do ta bëjmë ne, domethënë, edhe sikur mos bashkohet njëri, do ta bëj vetëm. Nuk kam për ta bërë vetëm, se kam njerëz që do bashkohen, po edhe sikur. A do të na përkranit paktën me thirrje, jemi vetëm nën flamurin kombëtar. Nuk bëhet fjalë fare që unë kam qenë gjithmonë për këto gjëra dhe jam edhe unë e kam të qartë, unë kam qenë edhe në protest para Shtëpisë Bardhë me një shoqat të kamionave, shoferave të kamionave të Amerikës. Për 21 ditë kemi ndonjë para Shtëpisë Bardhë dhe jam krenar për atë investim apo atë kohë që shpenzova atje, mbasi zëri jonë u ndigjua duke rregulluar disa rregulla dhe disa gjëra në këtë industrinë e kamionave e transportit. Por dua të bëj një krahasim edhe po më jep një optimizëm, megjithëse unë tani jam 87-vjetat, i kalova 69, po hyj për 70, dhe më vjen shumë mirë që një djalë i ri i moshës tuaj të ketë këto mendime dhe po më jep optimizëm që në Shqipëri duhet të kenë lindur edhe djem të tjerë si puna juaj me këto mendime dhe me këtë patriotizëm dhe që mendon për kombin shqiptar. Kjo është që unë sot jam 70 vjeç dhe larg qoftë sikur unë të vdes nesër, nuk do vdes edhe me aq merak të madh, duke thënë që
iku brezim dhe nuk do ndalin patriot edhe djem trimër dhe njerëz që kërkojnë ta shikojnë Shqipërinë të bashkuar. Ti më dhe një optimizëm me atë fjalë që mbajnë. Ne duhet të fillojmë, mendimi im, të bëjmë atë turn point of America, ishte ai Charlie Crick që bënte fjalime para universiteteve dhe para studentëve. Mendoj që këtë lëvizje le ta quajmë ne, me që po e bëjmë këtu muhabet, turn point of Albania. Le të mblidhen të gjithë të rinj që kanë mendimet e tua, që duan kombin, që nuk duan të rrezikojnë nëse pas nesër mos të kenë një komb dhe një vend ku të vënë. Dhe të bëjmë një organizim proteste në mënyrë paqësore dhe të arrijmë të vëmë në dieni organizatat dhe shoqatat dhe Departamentin e Shtetit Amerikan, i cili gjithmonë ka qenë miku i shqiptarëve, gjithmonë, dhe të merret një masë dhe të kemi mbështetje edhe për ngritjen e protestave në Shqipëri. Por sot për sot protestat në Shqipëri janë të hapura. Unë dua të bëj thirrje gjithë shqiptarëve që janë atje, të marrin pjesë në protestë para kryeministrisë pa dallim partie, pa dallim feje, pa dallim të asnjë individi. Vetëm të protestojnë për të rrëzuar atë qeveri dhe për të krijuar një organizim të ri të qeverive në Shqipëri nat zero. Puna e parë është ndryshimi i kodit zgjedhor, e të tjera që të dalin njerëzit më të ndershëm dhe ata që zgjedh populli vërtet. Dhe përveç asaj, për sa i përket zgjedhjes së deputetëve, që deri tani nuk është aplikuar ndonjëherë, për mendimin tim, të gjithë deputetët që duhet vënë kandidaturën, duhet të kalojnë një provim të inteligjencës së tyre. Nëse nuk e kalojnë atë provim, duhet të rrëzohen nga kandidatura për deputet. Dhe përveç asaj, edhe sot në parlament, të gjithë deputetët me detyrim duhet të vihet drog test. Analizat e drogës. Nëse janë të droguar, ata duhet përjashtohen kategorikisht nga parlamenti. Ne jemi këtu shofera kamionash dhe nëse neve policia na thret emrin një ditë të bukur, thot Beqir, duhet paraqitesh për të bërë drog testin, unë duhet ndaloj kamionin brenda orës të bëj drog testin dhe nëse unë nuk e kaloj, ata mua më heqin patent. E njëjta gjë duhet bëhet edhe në parlamentin shqiptar. Këto dy gjëra do të pastrojnë parlamentin. Por pastrimi i parlamentit vjen vetëm atëherë kur e gjithë inteligjenca shqiptare të mblidhet në furrikun e vet. Ne kemi marrë rrugët e botës për një jetë më të mirë, kemi marrë rrugët e botës se ishim në një diktaturë dhe në një pension ku na kërkoi edhe jeta dhe u detyruam të ikim, por koha e tregoi që ne nuk e kemi harruar vendin tonë. Neve nuk është se kemi ikur për mos u kthyer më në Shqipëri. Por në këtë mënyrë që Shqipëria po qeveriset, vërtet ne nuk do kemi mundësi të kthehemi në Shqipëri. Mbasi ne nuk do na njohim më njëri, edhe nuk do kemi më vend ku të fusim kokën. Mbasi çdo pullën me tokës shqiptare po qitet të huajve, duke filluar nga të gjithë të huaj, mos i zë me emra, të cilët përbëjnë një rrezik të madh për shpërbërjen e kombit shqiptar. Prandaj çdo fjalë duhet të vënë në veshin e duhur dhe të merren masa më njëherë dhe duhet jemi ne të parët, diaspora, e cila gjithmonë ka qenë për krah kombit shqiptar, që me shoqatat e para që ka qenë Vatra, e Dielli e ku ta di unë, të cilat pak a shumë e kanë humbur atë respektin edhe aktivitetin e vet për sa i përket organizimit të diasporës në mbrojtje dhe në të mirë të kombit shqiptar, por të cilat janë bërë vegël e partive që janë në Shqipëri, dhe unë nuk jam me këtë lloj organizimi, por ne ose juve si të rinj tani duhet të dalim me një organizim të ri. Dhe të bashkohen gjithë të rinj edhe të dalin me protestë, jo në Michigan, po te shtëpia e bardhë përpara presidentit Donald Trump. Edhe ta njoftojmë edhe t'i themi se në çfarë rreziku ndodhet kombi jonë. Dhe çdo vend duhet të tregojë integritetin e vet, për të cilën është edhe vet presidenti jon Donald Trump. America first, thotë ai. Edhe në Albania first, pastaj të tjerë. E di ku e gjej optimizmin? Se ka rëndësi kjo pjesë. Kur erdha këtu në Amerikë para 2 vjetësh e gjysmë, erdha dhe nisa detyrën ose obligimin si aktivist i çështjes kombëtare. Dhe pavarësisht se nuk mund të kem plotësuar çdo objektiv ende në mënyrën më të mirë, strategjinë gjithmonë e kam pasur që të përpiqem që të lidhesa me sa më shumë njerëz këtu, sepse shoh që pjesa më e madhe e komunitetit në Michigan flas është pasive. Pra kemi 200.000 shqiptarë.
dhe komuniteti aktiv përbëhet brenda 20.000 vetave, qameti 30.000 vetave. Pjesa më e madhe mbetet pasive. Dhe prandaj isha në kërkimin e shpresës tek kjo pjesë pasive, sepse kur flasim për atë brandin diaspora shqiptare, nuk flasim për 20.000, flasim për 200.000, ose në rastin botror për miliona veta. Dhe kam takuar, ashtu siç kam takuar persona të angazhuar në komunitet dhe aktiv, nga shme shoqata, me grupe, me fondacione, me fe, gjithë gjërat, kam takuar dhe pjesën gri. Në për lokale, në për biznese shqiptare, në për kompani, në për çdo lloj vendi. Dhe kam parë një nivel shumë më të lartë sinqeritetit te kjo pjesa gri. Kam parë një nivel shumë më të lartë sinqeritetit ai personit ajo kafja, i cili ulet me ty dhe ka dëshirë të ta paguajë diçka pa të njohur. Kam parë një nivel shumë të lartë sinqeritetit ai punëtori që kur punojmë bashkë ndajmë bukën bashkë. Kam parë një nivel shumë të lartë sinqeritetit tek ai që bën bukën, tek ai që punon në një spital. Kam parë në spital punonjës shqiptar. Kam parë në çdo lloj vendi me dëshirën e mirë për të ta bërë një nder, sesa kam parë te disa organizime komunitare, të cilat vetëm folklorizojnë edhe bëjnë parti dhe në fund ditës nuk ka konstruktivitet fare. Dhe këtu un pa shpresën, sepse thash një sekond, sepse mund të kemi një 2-3 individ të cilët janë aktiv dhe po bëjnë keq, po në fund ditës pjesa më e madhe e komunitetit që është pasive ka një dashuri brenda vetes saj dhe meriton një mundësi. Dhe meriton një mundësi që këtë dashuri ta aplikojë edhe në atë, siç u that. Pra neve me fjalë tjera po na mbyllin dyert e shtëpisë tonë. Me këtë që po ndodh në Shqipëri. Po na mbyllin dyert e shtëpisë tonë që ne mos hyjmë dot në shtëpinë tonë as për kërkesas minimale. Siç thatë ju, as për të vdekur e për të pasur një varr, jo, sepse toka do jetë marrë nga dikush tjetër. Pra skandal fare. Dhe prandaj unë këtu e gjej motivimin që edhe pse është vështirë, prapë do vazhdoj tek çdo person për të bashkuar për këtë kauzë. Nuk është çështje politike, çështje kombëtare. Ka loft kjo çështje nga kombëtare në prap çështje normale politike, unë të riqem. Le të vazhdoj vendi. Do merrem me çfarë dua unë. Unë punoj trajner futbolli valla. Unë do doja që sot bashkë të kishim bërë një emision sportiv. Po nuk e bëj këtë. Pse? Sepse sot të flasësh për gjëra sportive, sot më duket sigurisht cirk. Është ajo shpreha buke dhe cirk. Sot Adheu ka nevojë. Dhe të gjithë duhet shkojnë në shërbim të Adheut, në shërbim të kauzës. A mund më japësh një mesazh për rinin shqiptare këtu në Amerikë? Ju e thatë, po një mesazh specifik tani dhe ta presim, ta bëjmë si short video dhe ta hedhim. Një mesazh specifik për rinin ton këtu. Rinia shqiptare këtu në Amerikë në radhë të parë duhet të ndjekin shkollat dhe të mësojnë gjuhën shqipe. Ka shumë fëmijë shqiptar që janë lindur këtu, qoftë edhe fëmijët e mi, që nuk e flasin shqipen ashtu siç do të doja unë. Kjo është këshilla e parë. E dyta, duhet të dinë se nga vinë dhe vendi dhe kombi i tyre është Shqipëria. Pavarësisht se shumë prej atyre tani kanë lindur këtu në Amerikë, edhe shpeshherë këta fëmijë ose shkollat amerikane i edukojnë në atë mënyrë që ata ta quajnë veten amerikan se kanë lindur këtu. Por vendi i tyre dhe kombi i tyre është atje ku janë varrezat e gjyshërve, edhe prindrit e tyre nga kanë lindur e nga kanë ardhur. Shqipëria është vendi jonë dhe nuk duhet ta harrojmë asnjëherë. Dhe duhet të mbajnë gjithmonë, diaspora në Amerikë ka ndihmuar kombin shqiptar gjithmonë nëpërmjet ndihmës ekonomike, për të gjithë ne që jemi këtu, kemi patur familjar atje, kemi ndihmuar, nuk kemi lënë të vuajmë. Mirë, po edhe kjo lloj ndihme nuk është ajo ndihmë që ne duhet t'i japim kombit edhe vëllezërve tanë atje. Ne duhet t'i japim atyre një ndihmë në çështje politike. Nuk është më nevoja që t'i ndihmojmë në çështjen ekonomike. Ne duhet përgatisim djem edhe vajza këtu, patriot, që të jenë të gatshëm të vend të përballen në Shqipëri me situatat që atje janë krijuar. Por më kryesorja është ne si diasporë, sot është imediate që ne të shprehim revoltën tonë karshi gjendjes që sot është në Shqipëri. Karshi këtyre vjedhjeve që bëhen atje, karshi këtyre abuzimeve që janë bërë atje nëpërmjet ligjit zgjedhor dhe ligjit penal, ku të di unë, të gjitha ato mashtrimet dhe maskarallëqet që kanë bërë ata, nëpërmjet koncesioneve që kanë shitur Shqipërinë nëpër firmat e tjera, edhe nëpërmjet gjitha pislëqeve që janë bërë për 35 vjet atje, kombi shqiptar, populli shqiptar që ndodhen në diasporë, nuk e pengon asgjë të bëjmë një datë, të organizojmë të gjithë pa përjashtim, me flamurin kombëtar në dorë dhe të dalim përpara një institucioni, apo të shkruajmë një peticion shtëpisë bardh apo institucioneve që merren me këtë çështje. Mua për vete më ketë gatshëm dhe unë e kam treguar këtë gjë. Para disa kohësh kemi dalë në një protestë aty para tekes
në Michigan, mbasi erdhën Taulant Balla e ku e di unë, donin të bënin fushat për Partinë Socialiste në të qenë e shqiptarëve në Michigan. Unë isha me atë grupe dhe dola në protest. Mbasi kultet fetare nuk janë për të bërë propagandë për partitë. Ne, nëse do dalim për një protest, duhet bashkohemi të gjithë si shqiptar. As për Partinë Socialiste, as për Partinë Demokratike, as për Partinë Partinë e Llapaj apo Partinë e Qorit. Ne do dalim shqiptarë që të rregullohet Shqipëria. Pastaj, idealet janë në mendim, janë në tru, le ta zgjidhim nëpërmjet votës lirë dhe meritokracisë. Ajo duhet të sundojë në Shqipëri. Dhe jam më se i bindur që Shqipëria ka djeme dhe vajza sot të përgatitur aq shumë sa për një periudhë shumë të shkurtër, duke bërë ligjet e rregullta, duke vendosur rregullin në Shqipëri, duke zbatuar të gjitha parimet shtetërore për ekonominë, për ushtrinë, Shqipëria bëhet një vend që të gjithë shqiptarët që jemi në Amerikë do kërkojmë të vemi të jetojmë në Shqipëri, aq mirë do bëhet Shqipëria jonë. Vëllezër dhe motra, nga çdo tokë arvanitase, Çame, e Iliridës, e Sanxhakut, e Malësisë, e Dardanisë dhe patjetër edhe Shqipërisë, ky flamur ka nevojë sot. Po ka një nevojë që duhet të plotësohet sot, sepse nesër do të jetë shumë vonë. Unë nuk mund të them që nuk ka mbetur më kohë. Kohë ka mbetur, por nuk ka më kohë për të humbur. Nuk ka më kohë për të humbur me përçarje, nuk ka më kohë për të humbur me ego personale, nuk ka më kohë për të humbur me mos reagim. Por është koha ku ne duhet bëhemi bashkë dhe për të treguar edhe një herë, siç kemi treguar disa herë në historinë tonë, që ne do të vazhdojmë ekzistencën tonë fuqishëm si një komb, si një adhe. Për këtë problem kombëtar, unë prandaj e kam ftuar zotërin këtu sot para jush, i cili foli me fjalë shumë sinqerta për gjithë të rinjt këtu. Unë dua të shtoj edhe diçka për ta vazhduar këtë mesazh për të rinjt. Dua të shtoj që nuk po ju kërkoj të sakrifikoni për atë dheun. Nuk është kjo ideja. Përkundrazi, të punosh për atë dheun është dhe në përfitimin individual të gjithë cilit prej nesh. Sepse kjo punë për atë dheun do të na kthehet ne si popull, ne si komb. Kjo punë për atë dheun do t'i kthehet lobit shqiptar. Kjo punë për atë dheun do t'i kthehet bizneseve shqiptare në botë. Kjo punë për atë dheun do t'i kthehet brezave tanë për të pasur një shtet të zhvilluar, për të pasur një shtet fort, i cili mbron të drejtat tona kudo që ne jemi. Pra në fund ditës është diçka që kthehet po tek ne. Nuk është diçka që ne po ju kërkojmë juve të jepni nga vetja juaj. Ju jepni një copë shumë të vogël për të marrë një të mirë shumë të madhe. Në fund të ditës kështu është krijuar dhe Amerika, në bazat e patriotizmit. Kështu janë krijuar shtetet më të mëdha në botë dhe më të fuqishme në botë, në bazat e atë dashurisë dhe patriotizmit për të ndërtuar një shtet fort për kushte sa më të mira për familjen tonë dhe për veten tonë në fund ditës. Dhe ky është rasti ku ju do të tregoni veten tuaj për të mirën po tuajën, për të mirën po tuajën dhe të mirën e këtij ideali të këtij flamuri, ku që e di që ne kemi këtu, sepse vetëm ky flamur na bashkon. Flamurit e tjerë sigurisht kemi bindjet tona, dikush është i djathtë. Unë në këtë protest kam thirrur edhe të majtët që janë të zhgënjur. Kam thirrur shqiptarët e çdo treve, kam thirrur çdo lloj personi i cili beson dhe i cili bashkohet në këtë ide dhe në këtë flamur kuqezi që ne e kemi. Është një flamur i cili lindim me të. Pa ne nuk lindim me një parti. Ne nuk lindim me një ekip futbolli të preferuar, ne nuk lindim me një televizion, me një punë, me një profesion, ne lindim vetëm me një flamur kuqezi. Dhe vjen një ditë që dhe nga profesioni ynë do të dalim në pension, vjen një ditë që dhe nga bidjen tona mbase do të zbehen, një parti mund të mbyllet, një ide tona mund të ndryshojnë, madje edhe ide tona për fen mund të ndryshojnë gjatë jetës. Por ajo që na ndjek, që na lindja jon, e ditën që do të vdesim, është flamuri kuqezi, është flamuri shqiptar, i cili sot ka nevojë për ndihmën tonë. Të falenderoj shumë që e pranove ftesën. Nuk e di nëse ke diçka që dëshiron të shtosh, ke diçka që dëshiron të shtosh? Me kënaqësi jam 100% dakord me fjalët tuaja dhe jam i gatshëm të jap kontributin tim, ashtu si ndoshta kam bërë edhe deri tani, dhe dua të fjala jonë të dëgjohet dhe të marrë një mbështetje masive nga të gjithë ata që jetojnë në Amerikë dhe të dalim dinjitoz në një protest për kombin tonë. Ashtu si dhe ju, edhe unë premtoj që nëse ju do të bëni një organizim aty ku ju jeni, në shtëpi të bardhë po e po. Po dhe aty ku ju jeni, unë do të jem aty me ty, në krahun tënd. Në Ohio në çdo vend të Amerikës se do ta bëni. Të falenderoj shumë për pranimin e ftesës, falenderoj shumë për fjalët e sinqerta dhe të drejtë për drejta, qoftë me kritikat konstruktive që ne të ndërgjegjësohemi dhe qoftë me fjalët motivuese që ne të çohemi dhe të reagojmë për çdo problem që ne kemi. Shpresoj që
të kem sa më shumë intervista me persona si ju, që flasin në mënyrë të drejtë për drejtë për problemet dhe sigurisht dhe për potencialet që kombin ka dhe janë tepër të larta, sidomos të mërgatës son, e cila krijoi një shtet dytë shqiptar që është Kosova, sot duhet të ndihmoj vetë Shqipërinë, vetë kryeqendrën shqiptare. Thirrja ime është vetëm për reagim, vetëm për zgjim dhe vetëm për bashkim të shqiptarëve në një pikë kaq kulminante. Ju falenderoj shumë që na ndoqët në emisionin Qendrim nga unë Tedi Mene këtu në ACTV USA. Mos harroni, jemi çdo të shtunë në mbrëmje, çdo të premte në rrjetet sociale, live me bashkëpunimin me Shpend Gashin, me Trup Podcast, dhe së shpejti do të kemi dhe episodin me Radio Nacional me Muja Bush Papaj, që e falenderoj shumë. Zoti Beqir, falenderoj shumë që ishte këtu me mua në studio online në këtë intervistë. I përshëndes gjithë shqiptarët në çdo vend botës që na ndjekin. Ju lutem, reagoni për vendin tuaj, për veten tuaj. Mirupafshim në natën e mirë. Faleminderit. Natën e mirë. Faleminderit ju.